Deri ku shkove? Presioni, e vërteta dhe heshtja e Edit për Bian, dita kishte nisur e qetë në shtëpinë e Big Brother Kosova, por ajo qetësi ishte vetëm në sipërfaqe. Brenda mureve, në dritat e kamerave që nuk fiken kur, kishte kohë që po qarkullonte një pyetje e pashprehur, një dyshim që kalonte nga një banor të tjetri, nga një shikim të një buzëqeshje e ngrirë, ishte fjala për Edit dhe Bian. Nuk ishte një sekret i hapur, por as diçka e padukshme. Afërsia e tyre kishte qenë e vërejtshme. Heshtjet, shikimet, mënyra si qëndronin pranë njëri tjetrit në mbrëmje, sidomos atë natë kur u përfol se kishin fjetur në të njëjtin shtrat. Që nga ajo natë, shtëpia nuk ishte më e njëjta, banorët nuk pyesnin drejt për drejt. Ata prisnin. Prisnin momentin e duhur. Sepse në Big Brother, pyetjet më të forta bëhen gjithmonë kur personi është më pak i përgatitur. Edi ishte ulur në divan, duke pirë kafe. Duke i qetë, por vetëm ai e dinte sa e ndjente peshën e shikimeve. Ai e kuptonte se pyetja do të vinte. Dhe kur erdhi, nuk ishte e butë, Edi, tha një nga banorët, me një ton që u përpoq të tingëllonte neutral, deri në çfarë faze ke shkuar me Bian në shtrat. Fjala deri në çfarë faze e ndau ajrin më dysh, heshtje, asnjë godë nuk u lëviz. Asnjë koll. Edhe ata që zakonisht bënin shaka ndaluan. Kamera u afrua te fytyra e Edit. Në atë çast, ai kishte dy zgjedhje, të hapte gjithçka dhe ta kthente në histori publike, ose të mbyllte derën dhe të përballonte dyshimet. Ai zgjodhi të dytën. Edi uli syt për disa sekonda. Jo nga turpi, por nga mendimi. Pastaj ngriti kokën dhe foli qartë, deri aty sa ka plas kapsollja, tha, asgjë më shumë. Një fjali e thjeshtë. Por e rënë, disa banor buzëqeshën me nënkuptim. Disa të tjerë u shtangën. Dikush pëshpëriti diçka. Por Edi nuk shtoi asnjë fjalë. Ai e la heshtjen të fliste, çka don me thanë kjo? Pyeti dikush tjetër, Edi nuk u nervozua. Zëri i tij mbeti i qëndrueshëm. Dua me thanë, tha ai, që nuk ka ndodhur asgjë më shumë se sa një moment afërsie. Pa e kaluar kufirin. Kufiri, kjo fjalë u përsërit disa herë në dhomë, po pse njerëzit po flasin? Ndërhyri një tjetër banor, Edi mori frym thellë. Sepse njerëzit flasin gjithmonë, u përgjigj. Sidomos kur nuk u jep gjithçka. Biseda vazhdoi, por tashmë kishte marrë tjetër drejtim. Nuk ishte më pyetje për aktin. Ishte pyetje për moralin, imazhin, strategjinë. Në dhomën e rrëfimit, Edi foli më gjatë. Unë e di ku jam, tha ai. E di që kamerat nuk flen. Por ka gjëra që nuk i kam borxh publikut. Intimiteti nuk është monedhë shkëmbimi. Ai ndaloi për një çast, pastaj vazhdoi, bia është njeri, jo histori. Dhe unë nuk do ta përdor as për lojë, as për klikime. Ndërkohë, në shtëpi, diskutimet shpërthyen. Unë mendoj që po e mbron, tha një banore. Jo, po e fshe, tha një tjetër. Po çka ka rëndësi deri ku kanë shku? Ndërhyri dikush tjetër. A nuk mjafton që thotë s'ka pas asgjë më shumë? Emri i bias përmendej, edhe pse ajo vet nuk fliste shumë. Ajo qëndronte e qetë, me një qëndrim që nuk kërkonte sqarime publike. Shikimet me saj dhe Edit ishin të qarta, pa panik, pa dram. Kur dikush e pyeti drejt për drejt, ajo tha vetëm kaq, çfarë ka ndodhur mes nesh? Ka ndodhur me respekt. Dhe mjaftoi, Edi e dinte që kjo deklarat nuk do t'i binte të gjithë. Në Big Brother, e vërteta nuk mjafton gjithmonë. Por ai zgjodhi të mos e thelloj historinë, edhe pse do t'i sillte më shumë vëmendje. Ai zgjodhi heshtjen e qëndrueshme, jo rrëfimin e bujshëm. Në fund të ditës, pyetja deri ku shkove? Mbeti në ajër për publikun. Por për Edit, përgjigjja ishte e mbyllur, sepse ndonjëherë në Big Brother Kosova, forca nuk është sa larg shkon, por sa fort qëndron aty ku ndalesh.